sotëm, kam dhirën që sot hapë debatin e dytë në radhë në sërimin e debateve që organizohen në Centrin Inovative të Gjakovës, për krahun prej Fundacionit Friedrich Ebert Stiftung dhe që kanë për qëllim ndërtimin e një kulturë të mirëfillt të komunikimit mes institucioneve për tema të ndryshme. Tema sot me debatit është siguria në shkollat e komunës së Gjakovës. Kemi kënaqësinë që në mesin tonë kemi prezant për përfaqësues të pothuajse gjitha aktërëve që mund të kontribuojnë për këtë temë. Kam dhënë të prezantoj drejtoreshën e zonë Diana Çakaria, drejtoreshë të drejtorisë së arsimit të komunës së Gjakovës, të dhënë Mantanushi përfaqësues të Drejtorisë së Kosovës, zonë Cehani drejtori gjimnazit të Gjakovës, edhe zonë Barbara Kamishi drejtoreshë të shkollës elementare të Banavut. Përshëndes të gjithë pjesëmarrësit, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues komunitetit, këshillit të prindërve, edhe besoj që në këtë një orë gjysmë kemi para pa të shtellojmë në përgjithësi temën që është siguria në shkollat e komunës së Gjakovës. Unë kisha me fillu me një koncept të gjithëpërfshirës. Qendra Inovative e Gjakovës në vendimin e saj, pas përzgjedhjes temës për sigurinë në shkollat e komunës sonë, kemi kryer një implementim kryesisht në bazë të shënimeve që janë online për këtë temë dhe kemi bërë mangësi në dhënat pa marrëna për komunën. Ka udhëzues, platforma ose pjesë të segmentit ligjor që ka kontribuar në këtë temë. Mirëpo ato janë të thotë prej institucioneve qendrore lokale, mirëpo mungon një vështrimi i pavarur për situatën e sigurisë në shkollat e komunës sonë. Në bazë të disa përshtypjeve të krijuara prej bisedave të pamarrëna, janë një numër apo një seri i kërcënimeve apo problemeve dhe rrezikeve që janë identifikuar nëpërmes rezultateve të volontimeve dhe studimeve prej organizatave ndërkombëtare, kryesisht të tyre në komunat e ndryshme të Kosovës, mirë po jo në komunën tonë. Nëse lejohet vetëm sa për këtë debat, kam shkruar disa komente prej raporteve të tilla të pavarura si përshtypje gjenerale për sigurinë e shkollave në Kosovë përgjithësi. Një numër i kërcënimeve dhe rrezikeve që janë identifikuar nga prindërit dhe arsimtarët, edhe që paraqisin rrezik për sigurinë e fëmijëve apo nxënësve gjatë shkollës në shkollë, apo çështjet problematike të aspektit të sigurisë së nxënësve, nga këndvështrimi i prindërve dhe mësimdhënësve, si rrezikimi i sigurisë së nxënësve si pasojë infrastrukturës së dot në objekte shkollore, mungesa e ndriçimit nga afërsi apo orët të shkollave, rrezikim i nxënësve në rrugë apo në trafik, si rezultat i mungesës rrethore për mbrojtjen e kalimeve apo mbi kalimeve, si dhe mungesa e trotuarëve. Pashtu dhe prania të prive negative në shkolla si edukacionit të prive jo nxënës në këtë rast në afërsi shkollave, rrahja nga sfimet me nxënësve, si dhe prania armëve të tofta, por në raste ekstreme dhe armëve të zjarrit në shkollë. Prania është qendër e ndacak, sidomos gjatë sezonit të dimrit dhe sidomos në rastet kur të cilët vendodhja e shkollës është në fshat, qendrat e ndacak përbëjnë një problemi kryesor dhe 58% në bazë të studimit të pavarur në nivel të Kosovës, pasuar prej kushteve atmosferike dhe mjeteve të komunikacionit, 90%. Nuk I kisha ngarkuar më tepër me shifra dhe me detaje, fillon fjalën drejtoreshës Diana Çakaria për një përshtypje të saj, ose ata kanë sigurisht. Përshëndetje për gjithë ju që sot jeni në këtë debat. Uroj që debatet të tilla të kemi më shpesh në komunën tonë, ndoshta edhe në formata më të gjerë, sepse gjitha këto do të kontribuojnë që të kemi një parandalim të çfarë do duhet cila mund paraqitet në rastet të bashkëqytetarëve, të nxënësve në shkolla apo edhe më gjerë. Sa I përket dhunës në shkollat tona, fal bashkëpunimit të mirëfillt që kemi me drejtorët e shkollave, fillimisht pastaj me institucionet të rendit në nivelin komunal, kjo na bën që të ndjehemi të kënaqur, por jo gjithmonë të kënaqur në atë se duhet punojmë edhe më tepër. Vetë fakti që rastet në komunën e Gjakovës kanë qenë në nivelin të ulët, mendoj, krahasim me proporcionin e popullatës të cilën e kemi në komunën e Gjakovës, sipas informatave të marra nga stacionet policore, kemi 6 raste dhe ato të gjitha rastet janë të izoluara.
falë bashkëpunimit të mirëfill që kemi pas me organet e vendit. Megjithatë, neve në shkolla na duhet të punojmë shumë më tepër. Rregulloria vitit 2013, rregulloria 21/2013, e cila është për protokollin dhe parandalimin në dhunës të institucioneve arsimore, është në formë të detajuar, e lansuar çdo informatë e cila do të na ndihmonte neve që fillimisht të parandalojmë e më pas të marrim masat të caktuara. Lidhur me këtë rregullore, në nivel të drejtorisë arsimit janë bërë takime me drejtorë dhe zyrtarë të cilët miren direkt me programi SMIA dhe i japin informata të tilla, por krahas saj ditëve të fundit ka qenë nga jam apeluar, është lansuar një udhëzues i cili na bën më të lehtë që ne duke munduar që ta praktikojmë këtë rregullore, udhëzuesi do ta lexonte se cilat janë format që ne duhet të evidentojmë në këtë manual, i cili është shumë i rëndësishëm. Po besoj që gjatë vitit shkollor të ri do të jemi të gatshëm për çfarë do të thonë e cila paraqitet në institucionet tona, ta evidentojmë dhe si të tillë do të jetë e lansuar direkt në stacionin policor, do të ketë informata, shkon në linjë përbashkët, por njëkohësisht edhe në nivel të ministrisë do të kemi informata të detajuara për çfarë do të thonë e cila paraqitet në shkolla. Kjo ndoshta në një formë do të na bëjë më të vetëdijshëm, më të ngritur, mentalisht që të provojmë mos të kemi dhunë të çfarë do natyre. Rregulloria na obligon që edhe dhuna që ndodhen mes nxënësve të evidentohet, nxënës mësimdhënës, staf menaxhues, drejtor mësimdhënës, apo dhe kundërta dhe me stafe tjera që janë brenda në institucioni. Për vetëm në formë që çdo informatë që vije dhe shënohet aty duhet t'i përcjell hapat e caktuar. Njëjtë sikur se e ka dhe stacioni policor, rasti duhet ta zbarë deri në fund, derisa ta shpall si rast i izoluar. Edhe ne në shkolla duhet bëjmë njëjtën formë në mënyrë që t'i minimizojmë rastet. Thuhet në udhëzues dhe në rregulloret protokollit se shënimet e tilla nëse nuk mbyllen si raste të izoluara, ato do të mbesin në portfolion e nxënësve, pastaj nxënësve të rritur, kandidatëve të cilët do ta kenë si lëndë të hapur deri në kohë të caktuar. Një të veçantë kemi se në komunën e Gjakovës bëhen mjedhje të rregullta për KKSB, Këshilli Komunal për Sigurinë Bashki, i cili na bën që të jemi më vigjilent. Vazhdimisht jemi të dy aktorë që jemi prezent tu para jush dhe vazhdimisht raportojmë për rastet e cilët do na qofshin. Gjatë takimeve që kemi pas gjatë vitit kaluar dhe si vjet kemi arritur që të kthejmë në formë orën e kujdestarisë, e cila për vite nuk mbahet në shkollat tona. Vitin që po e lëm pas, në çdo shkollë të komunës së Gjakovës, ora kujdestarisë është mbajtur dhe kjo ka bërë që ndoshta në një formë siguria, në një formë të mirë, të jetë në nivelin më të kënaqshëm. Por nuk mbahet vetëm nga puna kujdestare e klasës. Mbahet edhe nga kultori teknik që është në shkollë, mbahet nga vetë nxënësi, por mbi gjitha janë edhe prindërit ata të cilët do të na ndihmonin. Dhe do të kisha pas dëshirë që në mesin e pjesëmarrësve tonë, ndoshta edhe panelistëve tjetër dhe dikush nga prindërit që në këndvështrimin e tyre të raportojnë për punës që si e shohin ata si prindër, punën dhe sigurinë që e bëjmë ne në shkollat tona. Këshilli për Sigurinë Bashki ka rolin të fuqishëm në këtë aspekt dhe po besoj se një organ si i tillë i cili funksionon dhe bashkëvepron në mënyrë të mirëfill e bën që siguria në qytetin tonë të jetë në nivelin të kënaqshëm. Kjo është sa për fillim, pastaj gjatë debatit sigurisht do të rrjedhin edhe pyetje dhe konsultime të tjera. Faleminderit shumë zotëresh. Do japim fjalën secili për panelistëve me një prezantim të vështrimit të tyre, pastaj hapim debatin për pyetje dhe për komente shtesë. Cilat e përshqitit të policisë Kosovës për këtë temë? Përshëndetje për të gjithë, unë jam Sinon Bernardo nga stacionit policor. Është temë e qelluar se përket sigurisë të shkollave. Stacioni policor ka pasur në 6 raste si ka raste të cilat kanë përfunduar prokurori dhe kërkojnë trajtim të vërtetshëm nga institucione përkatëse. Kemi një komunikim shumë të mirë me personelin në menaxhues shkollave. Po ashtu me qëllim të parandalimit të niveve, prezenca policore të shkollat është pothuajse ndërmime gjatë të orarit sa ka vjen cilësimi. Bashkëpunimi i qytetarëve në ato pjesë është në nivel mirë në policë. Informojnë lidhur me çdo ecuri negative e cila cënon sigurinë e pjesëmarrësve në sëmundjet që në kontaktantë dhe profesorë. Që nuk ka shqetësuese mund më vërshë situatë shumë mirë. Se përket edhe sigur që në kontaktat sigurimi në trafik, aty në ka një patrol
caktuar permanent e cila mirët me lëvizjen e personave që lëvizin në zonë ku ndodhen shkolla. Nuk kemi pas të një incident praktike. Kështu që është, kjo nuk kupton që siguria është një vetë ato pjesë ku frekventohet nga zonca. Sepse ka fluks të madh në zonca shumë për shkollat, ja kemi dalë në barë që atë tonë vijë pas me pas një incident të kështu. Që gjatë debatit s'ka probleme të gatshëm për ndonjë. Për më u informuar lidhur me ndonjë çuri që ai u bëri mundar. Faleminderit shumë. Zja, kam ishë dhe kam. Unë jam valë më kam ishë liseta në drejtorës e shkollës në Zano. Këtu të sot po diskutohet që është e sigurisë në shkolla, e cila ndoshta në mënyrë të drejtë për drejtë i bënë në procesin pse të me këtë, sepse në qoftë se nuk kemi një vend sigur dhe ku ndihemi sigur, atëherë edhe një punë nuk do të jetë një punë normale. E para që kemi nga mbeti po që të bëjmë ta bëjmë këtë siguri, si që ka dhe drejtoresha, është që ta parandalojmë një që diçka të tillë. Edhe që do të na çojë të thonë një pasiguri në shkollat tona. Ne si shkollë fillore ndoshta kemi një qendër pak më ndryshe. Kemi siguri në shkolla, po gjatë këtij debati do të diskutojmë që kemi vështirësi, normale edhe përparësi tjera që kemi në shkollë. Mirë po që sigurisht që edhe ne kemi probleme të natyrave të tilla, ndoshta në diskutim do t'i shqyrtojmë se cilat janë më shumë, do të thotë kanë të bëjë me sigurinë në rrugë, sigurinë në trafik, pozita e shkollës ku gjendet, edhe gjëra të tilla që me siguri do t'i analizojmë deri në fund. Faleminderit shumë. Do të zëvojmë si përfaqësues si drejtori i gjimnazit të Gjakovës, nëse ndjo tash pasur një personale, që të ndry personale, në pune të të vetë si ish gjimnazist, në periudhën kur shkolla tona ka pas një vakum si përgjedimi i situatës përgjithshme në shoqëri. Me shpreh një mendim që vitet e fundit, me një bashkëpunim një të institucioneve dhe menaxhmenti i shkollës, gjimnazi është një shembull për sa i takon disiplinës dhe rregull. Ju shajtë që në të zëtimi dhe ndani pak për përvojnë e një dhe. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje normalisht për gjithmonë për rolin tim të drejtoreshën edhe një përtim ose zotin Selman edhe për gjithë juve, sepse kjo është temë që na preokupon gjithë dhe pas mësimdhënies edhe mësimdhënies në veç që siguria është më njëherë. Mos të barës me këto, por janë më njëherë. Me qenë se më thatë një përshkrim të gjendjes si ka qenë në kaluar edhe tani, unë i kështë duke parë gjendjen jo të kënaqshme në shkollat e mesme e lash mandatin e gjysmë edhe erdha në gjimnaz, duke marrë parasysh që kam edhe një përvojë në të kaluar nga ekipet e Fuqësit për sigurinë e varësi, si menaxher më njëherë fillova me një sistem të ashtu quajtur SAR, e që do të thotë identifikimi, analiza, reagimi dhe vlerësimi. Identifikova gjitha këto angësi, një ndër to ishte dukuria e cilat gjithve nga përgos pirja të anit, alkoholit, por fatkeqësisht ka qenë dukurin kaluar, kemi edhe të rrezikmantin edhe konsumimi i drogës. Dhe me njerë pas saj fillun me pas këtyre identifikimeve, pa përmend po edhe numrin e madh të mungesave, sepse këto si pasojë, pastaj vjen numri i madh i mungesave si pasojë, është numri enorm i nxënësve, sepse ka qenë 47 nxënës në klasë. Edhe fillova me kriminologji quhet prekonshi i krimit. Çka nuk kupton? Unë e shënova shpejt. Prekonshi i krimit e nuk kupton vendodhjen, keqbërësin edhe viktimen. Vendodhja zakonisht ishte në për toalete, kafiqat, sepse i nga dim gjithë gjimnazi vjetre ka qenë umbullu me njerë me kafiqa, pastaj parku i qytetit e tjerë. Kush ishin viktimat? Normalisht viktimat gjithmonë janë nxënësit. Keqbërësit, për fat keq,
keqbërësit ishin vetë nxënësit, një numër shumë i vogël, të cilët ishin të katapultuar, edhe të cilët ishin regjistruar edhe me intervenime. Edhe normalisht edhe disa dilerë cilët në ato kohra i kanë kryer këto shërbime, gjithmonë përmes vetë nxënësve. Edhe gjithmonë në bashkëpunim me policinë të Kosovës. Në bazë kemi edhe sinqerisht dua të komplimentoj për një bashkëpunim të mrekullueshëm që kemi për çdo gjë, çfarë këto që lëviz ato vogël pa vjet parë. Ne kemi bashkëpunimin edhe japim informacione, sepse zakonisht trin hezitojnë edhe thonë, aq se informat e parëndësishme, nuk ka informata të parëndësishme. Sado vogël me qenë informat, duhet të adresohet në organet kompetente. Prandaj duke i eliminuar gjitha këto, në radhë parë vendodhja, sepse kjo me siguri ka këtu edhe fizikanë kemi prej nxënësve edhe biolog, kjo tregon shikrimit është sikur zjarri. Zjarri nuk mundet të ndodhë pa qenë oksigjeni për shembull, pa qenë lënda tjekse, edhe temperaturat e larta. Njërë nga këta faktorë, nëse eliminohet, nuk do të ketë zjarr. Edhe puna parë e imja si menaxher normalisht vendodhje, u fokusova te vendodhja. Toaletet ishin mos ma keq. Edhe pse kishte intervenime, unë për zgjati pak ju kërkoj falje, por me qenë se u kërkuni një përvojë e kaluarës. Edhe aty punë e parë i fokusu në nxënësit. Ata që kryetarët e klasëve edhe me ardhme me raportu, e kemi bërë një takim të bashku me gjithë ta nxënësit që ishin, edhe ju them rretin e fundit. Edhe ju them që çdo gjë do të jetë në kontroll nga ky moment. Përveç saj e kumosh edhe një mas jo të këndshme për dikën edhe për vetë po shumë të rrezikshme. Unë dalë edhe vetë për kafiqa e kumë largu nxënësat e dinë edhe komandanti që nuk i kisha preferuar menaxherëve të tjerë, por të marr parasysh që shumicën e nxënësve të marr parasysh që më kanë njohur edhe i njoh gjithë, atëherë kum ha drejt dikun në mirë kuptim, me përjashtim disave. Domethënë u eliminu vetë ndodhja. Se në momentin kur eliminohet vetë ndodhja, atëherë eliminohen edhe shkaktarët e tjerë. Dhe drejt për me thonë, asnjëherë deri me sot nuk ka qenë gjendja më e mirë e sigurisë në gjinaz, por jo vetëm në gjinaz, sepse na jemi krejt kohën së bashku, asnjëherë nuk ka qenë gjendja më e mirë. Unë reagova një ditë në komunë kur njëri tha që 80% e nxënësve pinë alkoolin, duhanin, besa dhe drogën, që për mua ishte pa kuptim. Unë kuptoj që për raste të ndryshme, organizata të ndryshme jo qeveritare, për me thith fonde, normalisht duhet me përshkruaj gjendje, por kjo nuk është gjendja e vërtetë e Gjakovës, sepse Gjakova nuk është një Meksiko e vogël, siç mundohen njerëz të paraqit. Absolutisht, unë mendoj se gjendja është shumë më e mirë në sferën e arsimit gjithmonë. Faleminderit për zgjatjen pa tepër, por jam i hapur për diskutime. Faleminderit që ka shpërndar. Faleminderit shumë. Nëse ka dikush prej përfaqësuesve të shoqërisë civile ose në të pjesëmarrësve të komunitetit që do të marrë fjalën ose prej këshillit të prindërve, ne kemi shumë koment ose përshtypje. vazhdim i procesit jam artë kubër për ndryshe, përfaqësues nëse besu në Gjakovë, për shëndetësit. Aspekti sigurisë i përgjithshëm e monitorojmë këtë çështje dhe deri tash, domethënë, përshtypja jonë, monitorimi jonë, rezulton me përshtypje të mira, do të thotë me analizë të mirë, por ka aspekti i sigurisë në shkolla, është nisma edhe pikpamjes vetë si prind. Unë mendoj që duke pas situatën kohët fundit me dhunë të formave, të protestave, sigurisht që kjo dhunë reflektohet edhe në sistemin arsimor. Mendoj që para se të vi këtu, sigurisht jem përgatit, me vete ku marrë edhe shumë rregullore, kodin e mirësjelljes, por nuk do të luaj rolin e avokatit për institucionet qendrore apo lokale, por u konsultova edhe me fëmijën tim.
Një gjë e dim e sigurt, jemi të vërdishëm që numri i nxënësve nëpër shkolla, mungesat e mëdha ose siguria në obor nuk mund të them brenda shkollës, ose që shumë shkolla vetëm e kanë kriju sigurinë e brendshëm. Po mas shumë të më përshtypje mungesa e këtij frekvenci prind arsimtar dhe nxënës. Në mbledhjen e fundit, do të thotë në shkollën ku vjen vajza ime, vetëm 2 prind kanë qenë në këtë takim për fund vit. Do thotë ky tregon një mos interesim absolut të prindve për fëmijët e tyre. Mendoj që kjo duhet të dekalohet, ta diskutojmë në më atraktive për një projekt prind që të intereson më shumë. Që janë ata kujdesshëm në shtëpi, po nuk është vetëm shtëpia, por duhet bashkëpunim gjithë që të dekalojmë sfidat e nxënësve vetë atyre. Mendoj që komuna ose drejtoria e arsimit duhet të ketë parasysh që të angazhoj këto mekanizma, duke filluar nga këshilli i prindërve dhe arsimtarëve të shkollave, po mendoj që edhe në anën tjetër, një aspekt tjetër i sigurisë, edhe për policinë e Kosovës në të kaluar, unë vetë si fëmijë i kam veshur rrobat e policisë asaj të kaluar, si fëmijë, edhe vetë kam qenë menaxher i një projekti në kohët e fundit me kolegët e juaj në komuna të tjera, realizimin e projektit me nxënës të shkollave fillore, edukimin e sigurisë në trafik, edukimin e përgjithshëm të sigurisë, po edhe në anën tjetër fitimin e besueshmërisë dhe fuqimin ndaj policisë, domethënë krimin e atyre barierave. Mendoj që aktivitetet si nga drejtoria, si nga Shoqëria Policore e Kosovës mund ta zbusin këtë situatë. Nuk them që është alarmante, nuk them që është e keqe, është thuajse e mirë, po mendoj që ka nevojë edhe hapësira për komisionin. Në vonë është ajo kishte më pyetje ose. Faleminderit. Pra, një pikpamje për Unë e kom një pyetje për drejtora, për shembull, nëse një fëmijë sidomos në shkollat e mesme, se për unë e kam një përgjigje për momentin. Nëse mungon një nxënës, a lajmërohet prej shkollës, prindi mendon që u shku fëmia në shkollë, a lajmërohet prej arsimtarit ose prej drejtorit, prindi që fëmia vet nuk është në shkollë. Kjo është një lloj i sigurisë, ai tregon ose jo po këtu është. A ndodh kjo? Tash unë fol për Po, për shpresë. Bashkëpunimi i këtij trekanci tashmë të miliorë prind nxënës profesor në shkollën tonë është i kënaqshëm. Asnjëherë nuk është shembullor, sepse edhe mendet më zhvilluar nuk është shembullor, por gjithmonë ka marrë parasysh kushtet në të cilat disponojnë, mendoj se janë të kënaqshme. Normalisht nuk është detyrë e drejtorit, se ne në shkollën tonë kemi 1600 nxënësa për shembull me komunikim me prindin, drejt për drejt për mungesat, sepse për raste më ekstreme normalisht gjithmonë drejtori është ai i cili vendos, por rastin konkret është gjimnazia e Datushi, është një bashkëpunim i kënaqshëm. Edhe pse them ne jam si drejtor, edhe është drejtori që prezente, unë nuk kam asnjë cent të mbushur. Që to është domethënë Nuk kam asnjë cent të mbushur, jo, nuk kam asnjë cent mbushje për me lajmëruar që kemi lidhjen online me drejtoreshën edhe pa pagesë, kurse me prind me profesor, me gjitha këto me porët tonë. Por megjithatë lejesht mund të thonë që bashkëpunimi është i kënaqshëm në mes të prindërve dhe ajo bashkëpunim individual, nuk është domethënë për drejtorisë ose për juve që e keni obligim që një fëmijë mungon, se ka rast që mungon një fëmijë. Po, që si për trilën po flas, për shkollat e juve. Patjetër. Domethënë nuk keni kushte për mi rajnu një prind. Absolutisht. Pyetje vyuse, a ka shkolla telefona fiks?
Po, që aty do është Ka, na s'kina fiksa. Ka lidhje ka të lejuar me qasje. Ka qasje. Jemi të folë të thotë Berati lypi përgjigjen për shkollave të mesme, për folje veç për shkollat fillore, Berati lypi për shkollë. Siguria faktikisht është e parë. Pse po them, jo vetëm kur zgjen, prindi lajmëron që zgjen fëmia, por edhe kur fëmijët mbesin në shkollë, kur prindi nuk vjen rimak në shkollë. Kjo është rregull të madh që asnjë fëmijë nuk del për shkollë. Do thotë mësuesja që ka një fëmijë, komë në shkollë me printin derisa vjen me marr dikush. Sidomos fëmijët e klasave të para dhe dyta që nuk kanë, do thotë nuk shkojnë vetëm në shtëpi, edhe nuk Po kanë qasje telefon shkollës, se ne lajmërojnë mësuesja privatisht. Në çdo moment kur ka nevojë absolut nuk është ndërprer me asnjë lidhje e sigurt. Edhe në mund kur është, do thonë, një rast urgjent është diçka që duhet të mbulojmë në pritje. Sot është diçka që ne kemi telefonin fiks, është i hapur për gjithë, pa më parasysh. Sigurime, kanë gjitha shkollat, përveç mësuesave e policia që operojnë në grup, sigurime, kanë shkollat, kompanitë sigurime, por e këna thonë korrilat, njëve korrilat, por e kanë. Ka, gjitha shkollat e. Në moj me marrë Të kjo, drejtojshme për gjitha shkollat. kurrida që të pastrus, punëtor teknik, çdo shkollë ka. Po, ato. Po këtu ka fillu etika punës mësimdhënësve pak me qenë një neglizhencë më të theksuar. Secili prej nesh e kemi betimin tonë që duhet ta japim për punën që e bëjmë. Nuk duhet themi se si kam vetë cent në telefon për me bëni thirrje, ose nuk është pengesa jo për me parandalu një situatë tillë. Japim jo vetë, po japim edhe shumë më tepër, një gjë të tillë. Telefona fiks ka çdo shkollë. Ndoshta te gjimnazi ka një problem kur kanë kaluar objektiv për shkak rrjetit, por megjithatë duhet me gjetë forma për me siguru. Është elementi i parë. Secili nga kujdestarët e klasës. Kjo fatkeqësisht ndodh vetëm te niveli 1 deri në 5. Mësueset janë shumë të përkushtuara. Ajo nuk shkon fakt në shtëpi që tha drejtoresha deri fëmiu i fundit del prej shkollës. Kurse te 6 deri në të 12-ta, përpara del mësimdhënësi se sa që del nxënësi. Dhe pse mëllaj mos përdore droga në banjo, kur mësimdhënësi kujdestari ditës edhe të jetri është para ti në shtëpi, para ti në kafeteria dhe të tjera. Duhet rritet vendisimi i mësimdhënësve të cilët marrin ditarin dhe hyn me nxënës në klasë dhe punojnë. Nuk është vetëm në bëhat ora dhe t'ikim shtëpi. Kjo është ajo fatkeqësia jonë. Secili prej neve paguhemi për 40 orë si mësimdhënës, por askush nga ne nuk qëndron në punë 40 orë. Këtu duhet i kthejmë vetës gishtin ka vetja si mësimdhënës dhe të themi unë paguhem me këtë kosto për 40 orë në javë, kurse punoj 22 orë, 20 orë, 18. Pjesën tjetër është kjo që duhet ta bëj sigurin shkollë, duhet sigurohet që me kohë ka shku fëmia në shtëpi. Dhe fatmirësisht është rrjetet sociale na ka bërë pak më afër me qenë me prindrit, por kjo nuk ndodh te klasa 6 deri në 9. Janë pak fëmijë të cilët nuk dëshirojnë që prindrit i kenë prezant, por prindi asnjëherë nuk do të heqë dorë prej fëmijët i. I kam bërë gati te 50-ta, po prindi prapë bën dert për mua. Ne duhet bëjmë dert edhe ne për fëmijët tanë. Që to drejtorisht unë kam edhe rastin e 5-s deri në 8-të tash, do kam vajzën, edhe kam çuar në një shkollë privat që s'kum po mirë, por nuk e kum pas siguri për shembull me një shkollë caktuar ku është vajza ime. Sa i përket sigurimit në shkolla, nuk ishte me qenë preferuar që të kemi sigurim në shkolla. Sigurim në shkolla kemi në shkollat e mëdha faktikisht, në Zekiri Regja, si shkollë fillore, Mazlok Këpuska tash së fundi ka pas, Mustafa Bakia po ashtu, dhe kemi në shkollat e mesme. Me instalimin e kamerave, me instalimin e punëtorëve të sigurimit shtesë, të cilat bëhen me participim të prindërve, as kjo për mua nuk është e kënaqshme, sepse s'janë të nderat formës rregullt, dhe kjo më bën pak skeptike në këtë situatë, duhet me kthy formën sikur ne që kemi qenë nxënës dhe ka shku puna shumë më mirë ndoshta. Duhet një kujdes pak më i madh. Secilin prej nesh që jemi kujdestar klase, të një klase të caktuar, duhet bëjmë edhe ushtesë për t'u marrë me këtë punë. Ndoshta menaxherët janë ata të cilët do t'i pengojnë mësimdhënësit që ai mos ikë në shtëpi, njësi vepron mësuesja te klasa 1 deri në 5, derisa nxënësi i fundit largohet nga shkolla. Ka situata të ndryshme kur kemi raste të natyrave urgjente, por jo gjithmonë. Nëse unë jam kryekujdestar, mos t'jem vetëm unë, po t'jem bashkë me kolegët e tjerë. Kjo na bën që t'ia kthejmë vetes etikën e punës të cilën e bëjmë.
Një punë të tillë nuk do duhet ta bën as mjeku, të del para pacientit, nuk e bën, por mësimdhënësi e bën një gjë të tillë. Del para nxënësit të tij, para objektit apo para institucionit, para se të përfundon edhe komplet mësimin. Këtu duhet punojnë pak më tepër me mësimdhënës. Nuk mundet drejtoria e arsimit punoj vetëm, po këtë duhet ta bëjë me drejtorët e shkollave. Një sikur Valma që ka arrit ta bëjë me mësuesit e klasës 1 deri në 5, ashtu duhet provojmë ta bëjmë me klasat 6 deri në 9, me klasat 10 deri në 12. E një të veçantë duhet ta kemi parasysh se në shkollat e komunës së Gjakovës janë 4 institucione të cilat zhvillohet mësimi për nivele. Në shkollën ku Valma është përfaqësuese është niveli të parë për klasat 1 deri në 5. Këtu vetveti siguria është nivelit më të lartë, derisa nuk ka fëmijë të involvuar të moshave të ndryshme. Një siguri të tillë kemi te shkolla Mazdon Puska, klasat 6 deri në 9, ku fëmijët nuk kanë mundësi të atakohen me problemet e të vegjëllive dhe të vegjëllit me tritur, dhe kjo bën që të kemi një siguri tjetër. Njëjtë shkolla Zikria Rexha në 2 objekte e ndara. Pastaj Yll Morina dhe Mustafa Pakia. Në Yll Morina gjithçka është qetë për momentin, sepse kemi fëmijë të moshës deri në 11 vjeç. Derisa në Mustafa Pakia, për shkak të frekuencës dhe udhkryqjes që gjendet shkolla, është e një pasigurie pak më të lartë. Megjithatë, organet e rendit në drejtim na ndihmojnë shumë. Nuk ka kompani sigurimi, deri vonë nuk ka pas. Në vitin e fundit janë detyruar, sepse u bën 2 shkollat bashkë, 2 fryma tjera, një xhelozi e paparë qoftë të mësimdhënësit, por edhe të fëmijët, një garë, një konkurrencë, e ka bërë që shkollat detyrohet të ketë sigurim. Ne gradualisht duhet provojmë me u zhvesh për sigurimit të dhunshëm në një formë, se unë si prind duhet të paguaj, nuk është shumë 5 euro, por pse ta japë një gjë të tillë, kur shkolla është obliguar që të ofrojë një gjë të tillë. Sikur të marrë ligjin, do të thotë gjithmonë ligjin para të arsimit para universitar, cekës pari siguria nxënësve, që është primare. Edhe vetëm nëse në bazë kësaj. Kjo ishte Të shuar, nuk po siguri. Rasti është për Sulmoni. Dhe brejnë që kena pa në televizion që u i ka rejtë drejtori. Që ka pa kërë Kosova. O ndërmarë të shka nga rast. Në verën e kaluar, në shkollën Kadri Kusari. Jo, s'di në Në për rastin Kadri Kusari. Rastin Kadri Kusari, po personi është arrestu. Por dërgullën në prokurori, ka qenë ndalu, në shtrojnë procedura dhe gjyqësore. Na nuk ke gjyqësore është pa marë. Po, kuptoj. Që është e aty në të kuptoj, por na e kemi kompletuar lanët si lanët bashkë me të dyshuar në armën e cila është prezentuar dhe është pa media dhe rafëri për ta. Që e ndërmon që ta mos të përfarë në dishka, nuk ka pas në ngecë. Edhe të shpërthem ata, psa i njërë ndodhë aty, që mund të pohon, por kjo ka esencën e vetë. Mund të ka pas më ndodhë. Të ka pas minë aty, për që atë është ka qenë. Sjellë dhe ati nuk janë kërkonë. Nuk e është të taj asë unë si prejnë, po asë si zyrtarë policorës të të dhe për nga të një nga institucionet e tjera. Po është tajtu e. Është përfundu, të me? Jo. Jo. Nuk që nuk ka. Ka të shuar regjistrimeve tjera. Kjo ka ndodhur në vitin e kaluar kur ka pas regjistrime. Pse ka ndodhur deri te ky rast? Sepse ai fëmijë nuk ka qenë i suksesit meritor që të jetë në zonës e atij institucioni. Dhe ky ka qenë ai rasti që prindi nxjerr armën dhe i drejtohet drejtori i shkollës. Pas informatave jo të sakta nga drejtori, thot në prokurori është prezantuar se s'ka qenë armë vërtet, por ka qenë armë lodër. Kjo është e. Dhe sa janë të sigurta dhe sa janë të sakta, edhe kjo vlen për me u dëshiru. Që kjo është një nga sigurimi, alo. Ashtu është thënë nga drejtori. Nuk e di çka përfiton prokuroria, prokuroria është institucion pandor, nuk në raporton ne raporton prokurori. Po e di që rasti është procedurë komplet, me gjatë provat materiale që janë prezentuar ditën e incidentit. Nëse më lejo, të më isha këthy shkutimisht gjatë prezentimit ose elaborimit të fundit që e fatë në Gjarisha, u përmanë disa herë mos përkufje në nivelin e përgjithësisë, nëse më thonë ashtu, mes mësimdhënësve të ciklit ujt ose të ciklit gjatë. A mundemi me diskutu pak ma tjerë pse ndodhë këtë fenomen? O është ndoshta për përshtypjes ose një mendim të japë me sa më lehot që nxënësat ose mësimdhënësit e ciklit ujt kanë një lidhje direkte me klasën e vetë, kanë një ndjenjë përgatësisë dhe përgjithësisë për një grupë sa tu, përderisa për klasëve të gjashtë të nëntat ato mas në
Fillon një shkëputje. Fillon një shkëputje sepse dedikohen komplet një ciklit tonë paraleleve. Apo ka të bëjë ndoshta me një komunikim më të mirë, edhe pse u bishë se shumë gjë pozitive që ju veç e keni evidentuar si problem. Mirë po, pasi veç është prezent dhe vazhdon të jetë prezent, ose të mund pak të diskutu bashkërisht pse ndodh kjo. Të gjithë punëtorët të arsimit kanë një lloj kontrate, si ai parafillore, si klasës parë deri tani fundit. Gjithë një kontratë keni, aty diku që lëviz paga në bazë përvojës ose kualifikimi. Prandaj thonë etika në punë të arsimtarët, jo të gjithë, se është e pakëndshme ta them, te një pjesë 30 deri 50% mund të them etika e punës punon. Duhet të kthehemi dhe të reflektojmë për punën. Por prapë po them, vetëm as unë si drejtor vepare, as drejtori si drejtori i institucionit ku ai drejton e pa të pamundur. Duhet gjitha këta bashkë përpunu, bashkë edhe me prindë, me pas zëra më shumë prindërve, të cilët do të na ndihmonin. Po mbi gjitha që kjo të jetë në funksionin e mirëfill, duhet që brenda shkollave të funksionojnë në mënyrë të mirëfill këshillat drejtues shkollës, këshillat e prindërve dhe këshillat e nxënësve. Janë këto tri organe të cilat na bëjnë jo vetëm formalisht i bëjmë mbledhje, por nga ta dali me trajtim temave të cilat janë me interes. Ta dëgjojmë shqetësimin e nxënësit, ta dëgjojmë shqetësimin e këshillit prindërve, por edhe vendimet që i merr këshilli drejtues së shkollës. Kur këto tri organe funksionojnë në hierarki mirëfillt, atëherë sigurisht problemet tona do të jenë shumë të vogla. Sepse funksionon mirë te klasa 1 deri 5, është pak se mësuesja përcjell për 5 vite, në një formë familiarizohet. Por njëjtë ndodhet me arsimtarin nga klasa 6 deri në 9. Për 4 vite janë bashkë me ata nxënës. Ndoshta jo direkt çdo ditë, por e kam obligim që unë shkoj çdo ditë të takoj nxënësit e mi të klasës kujdestare apo të nxënësve të cilës për cilët unë nga këta e marr bukën. Mos të ishim fit as unë, as drejtori, as tjetri nuk do të kishim qenë të punësuar. Janë fëmijë pikërisht ata që neve na bëjnë të jemi të punësuar në një institucion. Funksionimi i këtyre këshillave do të na bënte që ne të kemi një fuqizim pak më të madh këtë drejtim. Unë jam vetë në këshill, prindërve, pak në vjekës, na shkojnë do tema pak natyrore, apo ka raste në shkolla të caktuara. Jena në Gjakova, se di mirë, Gjakova, mund me folë edhe për shkolla të tjera. Ka raste profesor ose mësues ose diçka që është aty në punë politikesh. Edhe nuk ka shka i për as shkilli prindve, as menaxheri në këtë rast. Drejtorisht. E që ata janë pak ma lasdrona në këtë rast. Për këto 2 vite, kom pas 2 raste përdorimit punës në shkolla, është rasti në shkollën Mustafa Bakia, i cili është suspenduar për 6 muaj, deri se janë marrë masat edhe nga hetuesia dhe prokuroria, dhe pas 6 muaj ai është dëshkuar në një vend tjetër punës në zonën e thellë rurale. Dje partje, prapë kom një rast në fshatin Novosel dhe Epër, ku programi Ditërin 5, mësimdhënësja përdor punën, prindërit kanë sjellë dëshmi dhe ne jemi në fazën e marrjes së deklaratave, por jo në mënyrë të dhënshme dhe nga fëmijët, nga prindërit mënyrë shumë pak si diskrete të marrim dhe të mbledhim. Për këto 2 vite e saktë që janë aty nuk ka pas të raportuara në drejtori. Megjithatë, kur janë natyrës që drejtori brenda shkollës mund t'i zgjedhë, sigurisht është punë më e lehtë. Megjithatë, kjo rregullore sot na obligon domosdoshmërisht ta paraqesim cilës do rrugëllon qoftë. Ndoshta edhe veç ngreje zylypve ose një flakarisje shumë e vogël, ajo duhet të evidentohet. Edhe për X mësimdhënësi të mbetet në dosjen e tij, sa ai në një datë të caktuar ka përdorur punë për nxënësin, qoftë pa dashje, qoftë i revoltuar ose një tension i padëshiruar që i ka ndodhur, duhet të evidentohet. Dhe kjo mbetet si njollë e zezë për atë mësimdhënës. Momenti kur mbetet në asetet e shtetit, si diçka ka përdorur punë, sigurisht se do të punon pak më ndryshe me një përkushtim më të madh. Është e vërtetë ajo që thuhet, por unë fatkeqësisht nuk kam pas raste të lajmëruara në drejtori. Janë një që është kryq, rasti i një fëmiu bardhi, dhe rasti tjetër Frokaj tani që është në fshatin Novosel. Të tjera të raportuara nuk kam pas. Faleminderit. Në përmeqen tash në cilësi me prindit. U bisedon dhe që një ndër arsyet në mos sigurisë është edhe mos komunikimi mes arsimtarëve, prindërve të institucioneve shkollore dhe prindërve. Që marr një shembull, një rast shumë mirë, është biseduar që domethënë klasën e 5 është shumë e lehtë një menaxhu, konvojën në klasë 3, domethënë është në shkollë,
është një përvojë e mirë e komunikimit mes prindit dhe arsimtarës, ku duke i shfrytzuar rrjetet sociale. S'ka nevojë me investime shtesë, domethënë me telefoni e tjera. Sipas studimeve të tjera që Kosova është një shfrytzuesi më të madh të Facebookit. Pse mos ta shfrytëzojmë domethënë për komunikim të mirëfillt edhe për ngritje të sigurisë. Këtë rast për shembull marr shembull për shkollës Vajmës, që përmasën Vajma, krijohet grupi domethënë i prindve dhe që menaxhon mësuesja dhe domethënë jep informatat e nevojshme prindve të cilët kanë çështje atë. Ndoshta do të ketë përvojë për mes organizatës juaj mirë transmetu edhe shkollave të tjera, ndërmi zhvilluar edhe matutje në mënyrë që le të jetë një ide theme për shembull pse çfarë në veshë sa më smugon një promovues i këtij programi apo dizajnimit të këtij programi të tillë edhe në nivelet e matematikës të shkollave të arritë të komunikim i lirë edhe shumë efikas. Dhe në këtë rast për rritjen e përgjegjësisë. Kjo është pyetja e parë, domethënë për rritjen e sigurisë, tash për panelistët. A ja vlen ende të investojmë në sigurinë e dhunshme? Apo dalim në strategji e sigurisë qetë? Konsiderojmë sigurinë e dhunshme vendosja e barierave, mureve, rrethojave të shkollave, investimin për sigurimin e kryer ashtu laboratori, sigurimin që është e kushtueshme edhe që shpesh edhe nuk është shumë që ka rezultate të mira. Tash po flasim në aspektin e komunës. Komuna është në proces të përmirësimit të mobilitetit, domethënë shërbimit të qytetit. Tash pjesa e shkollave të mesme është e bllokuar për qarkullim. A ja vjen bllokohet domethënë për çështje të sigurisë komunikacionit, në ndërmjet e komunikacionit. Kur ndoshta me një investime sa vogla të punohen trotuar, të hiqen ato barierat fizike të rrethojave dhe të krijohet qarkullimi më i lirë është thjesht një ide a ja vlen të vendosin bariera fizike në shkolla. Ende. Apo kur ju si domethënë tash përballet direkt domethënë me çështjen e sigurisë shkollave, kur mendohet kur keni si më thënë strategji për mihej. Edhe pse na si komunë tash po flasim se kena bisedu disa herë që duhet më hek ato bariera se janë shumë parishme një po aja vet tash apo kur do të nisë. Nështë për me konkretizu kush e ka barën për me ekzekutu këtë punën. Fundimisht apo jo? Ekzekutimi bëhet pa ja vlen, domethënë për çfarë do të vazhdojmë me marrë ekzekutimin atë pa me ulë shkollën e sigurisë. Po mi analizu situatën që domethënë nëse mira ta vendim për me hek, a do të arrit apo do të rezolvojmë në siguri. Apo kur do të vinë në atë nivel të rritje sigurisë që mes kur të vetë shqiptar. Siguria dhunshme të thojë, vendosja e barierave. Tash si ka shkollë ka specifikat e veta, po në përgjithësi domethënë sidomos për çështjet e shkollave të mesme, që janë shumë pahishme. Që dineve të duket mirë se në absoluti, po kur vjen një huj është fat. Se mas prapë, tu të prezentoj. Ndërlidhën e pak 3 mese, ajo mësërtoj shërbimeve sociale në qendër vërtu sociale në Qapo. Në dhënë ajo që u ngrejtë prej se të murim, se a duhet barierat më konë fizike apo jo, unë e kisha propozu që kjo më konë një proces gradual, me ramin e numrit rasteve që ndodhin të shkollat atë, me konflikte shka kemi na që të më dhënë rastet të rikojnë smitrove që kemi, me ramin e numrit të në të shku gradualisht edhe bariera tjera fizike mund jemi. Po numri rasteve është shumë problematik, se për shembull u prezentu aspekti përgjithshëm i sigurisë, për besoj që është i kënaqshëm. U prezentu që janë 6 raste, mirë po janë 6 raste me dikurrë 20 të mitur. Do të prezentohen 6 raste, po në një rast ka 4, 5, 6, 7, 8 mitur. Disa shkojnë prokurorit, disa nuk shkojnë,
varësisht për cilësimit veprës tyne, atëherë kalojnë gjykata dhe përgjithsisht numri rasteve ndryshëm. Unë më shumë e kisha propozu mi kriju një farë mekanizmi që rastet që identifikohen, se cili i mitur më kohen veç e veç i procesum. Sikur na që e kemë për shembull. Për të njëjtin rast, jem 4 mitur në 4 forma në secilin punoj veç e veç. Tu po zhvillimin e fundit, Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me kuadër programit Gjakova Fit for Children, në bashkëpunim edhe me organizatën tonë, tash na si qendër për punë sociale do të pajisim edhe me një, do të marrim edhe një psikologe shtesë që do të punoj me kryerësit. Me delikuencën e të miturve në përgjithësi, ose edhe me fëmijë me sjellje asociale ose të ndryshme. Mirë po, problem është identifikimi i rasteve. Do të thotë kur paraqiten rastet, më ditë saktë se na kemë raste tjerë të mitur, policia i paraqet 6 e na dalin 20, prokuroria 18, o shumë problemi mi harmonizu gjithë akte, dhe policin që kemi bashkëpunim shumë mirë me ta dhe prokurorin, po mi pos një database për gjithë. Ato barierat në bazë të rastet dhe masnaj me shkutu mi identifiku saksisht se shka nga prim njërën se shushni që ato të pjesa shkollave, të cikloja në shkolla. Po, desha në të rrjetë me mërimin, shkolla, do të shkolla jonë, e ka këtë rëtimit në vojnë, po, edhe ka qenë shumë e nevojshme. Pse? Do të vetë ndodhja shkollës ka qenë më uzlumi, që është rrezik shumë i lartë për ty. E dyta është që parkimi i veturave bëhet në rrethoj të shkollës. Derisa s'ka qenë rrethimi kanë hy veturat edhe mbrapa nova. Tash kur është rrethimi parkimi i veturave bëhet në rrethoj. S'ka nuk ju merr fëmijëve vend për ecje. Po ashtu, në rastet ku kemi shi, kur bie shi, edhe me Beratin e kemi diskutuar disa herë, edhe me Fatosin, që gjithë prind, kur vimi me fëmijët, gjithë dojnë më afu të dera hymjes, ose dojnë me një me kërë të të dojnë dhe hymja atje. Po, do të bëhet asi pollovije që ti nuk din më dhe vetë prind do të thotë kanë të lashën. Po, regullar me shtylla antiparking, me mjetët të komunikacionit. Po, pikërisht, këtu është edhe mungesa e shenjave të komunikacionit, mungesa e shenjave të lajmërimit që na përcjell shkolla, nuk kemi nga këtë zonë. Është rruga jo rregulluar, domethënë për shkollën deri këtu lart, deri te teqja për tarshive. Domethënë detyrohen që veturat me lëvizje në katë kundër, edhe ku janë fëmijë për shkak se rruga është e rrugë. Kjo është ndoshta e nevojshme pse duhet të pasë të thonë shkolla ku unë veproj mirë, por nuk do të thotë që ne jemi që izolohemi po edhe me rrethoj. Në qoftë se kishi pasur vetëdijsim më të madh të prindërve, sigurisht që pse jo, më mirë është me qenë lirë. Ose me pas një gjithë brëmë dhe me qenë të Është një koment shtesë në situatën në shkollën, në rrugën e objekti gjenët ma pak e qarë përbushna ka. Ta krahasosh një shkollë si Yll Morina, ku shkollë qiken me çadër, me bicikëll, pa veturë. Po nuk do të thotë që nuk ka... Në zebër, borën, kolonat, milion fëmijë. Jo rastisht ta thash me ironi me mujtën një qërë dy dhe në klasë me shti. Mos si kuptaj ata prind ku ju tregojnë edhe vijat, kur t'i presin në zancat, menaxhenti i shkollës, ju tregojnë vijat, ku me prindi, desa t'i del fëmijës, desa t'i del fëmija prej shkollës. Domethënë, kemi prindër pa përgjithshëm që i kontribojnë pas sigurisë fëmijëve në për... Shumë, kemi të thotë kur aprohet vetura që jesë për mrapa, nuk e shet, se fëmija shumë i vogël, nuk e shet, edhe mund të marrë deri në fatkeqësi shumë anë. Kjo është, nuk kemi për shkak as policë shtrirë në rrugë, edhe pse është rrugë pa dalje, nëse ne ka shkollë të kallura. Do të thotë as shumë me shpejtësi vinë vetura sa ty këtu shkolla bëhet këtu. E dytë, e fundit është që shkolla, për marrë deri te shkolla duhet të kalojë 7 ura. 3 ura janë në jug atje, 4 ura janë këtu në veri. Edhe kjo ndodh shpesh herë i dalë edhe vetë kemi pa ato shufrat,
rrethojat e urave, do të thonë janë diku të prishme, që ka hapësira mes që fëmia mundet me qenë rrezik për fëmijë saqë me kalu dhe me raport. Do thotë kjo është. Më shef fëmijë kurioz me pasi po. Shumë të rridhe dhe pak në një jotë, në qënë se po bisedohet siguria dhunshme. Kjo fjallë për mund pak në të vrarë, edhe kam arsye pëse pak të vrarë, sepse për fakt një jetimi në një jetu edhe brendim, edhe praktikat edhe brendimit, edhe Turqinës për shumë që kemi vizitu dhe Turqinë në për shumë shkolla, bile janë me uniformë në hyrë, fillim ati, nuk u zënë asë një qytetarë, nuk u zënë një mërë. Edhe prindi si prindi, e mërën fillimisht për ta jenë. Ne të thonë që është vendi bëhet ku vendi. Ne, nëse dëshirojmë me bëhet Angli, Londër, për shumë që edhe në Angli, janë gjitha të bëhet. Ka shumë shkolla, në fatë edhe në Angli. Gjakovës, që Kosovë përgjësi, unë me të që në start e bëhet. Pse duhet me qenë siguri? Në kushtet normal, nuk duhet me ekzistu. Por në kushtet çfarë jemi ne, për sigurimin shkollë, vendos Këshilli i shkollës. Këshilli i shkollës. Edhe unanimisht e kanë marrë një vendim, unë bile kisha me komplimentu këto sigurimin tonë, sepse e bën një punë shumë të vyshme, edhe gjitha këto rezultate janë arritë. Normalisht me një angazhim të jashtëzakonshëm, edhe stafit menaxhues edhe profesorëve. Por të funksionuar të kjo hapë. Mos t'i marrë këta njerëz, zonë sigur a priori me dyshuar, i zonë shumë kjo policia, ose edhe policia është njerëzor që kemi nevojë për të. Me një bashkëpunim shumë më të madh. Jo vetëm me kritika, por me një bashkëpunim shumë më të madh, mu i arrit këto, ne ende konsideroj që kemi nevojë për to. Ende edhe gjimnazi, për ato rrethoja, po si s'ka nevojë. Po vinë pikisht ata keqbërësit edhe futen në bord shkollës, në përkandën shefin edhe përdorin edhe aty ashish, në përdorin. Prandaj kemi nevojë. Unë konsideroj që kemi nevojë ende si mi arrit atë nivelin e dur, bile, edhe në shumë e në përndim janë të i kryu të shrathoja. Pikisht për mu nda pak shapi për shqeqet. Faleminderit e zonë. Faleminderit shumë, i gjithë dhe për me dokumente. Kështu një raport me bo, që shumë investojnë në përrethoja shkollave, më thonë gati çdo vit ndohet deri 100.000 euro prej kapitaleve përrethoja shkollave. Ndoshta në qytete që janë të finalizuara, po aty probleme pa menime. Në fshatë është segment tjetër, ndonë se është fshat, por aty kam problemi nga kafsha. Gjatë orëve të mësimit ka mundësi kafshat të vitë deri s'ka drejtorëve edhe pengave dhe të koncentrat prima e tjera. Zonë investimet që bëhen edhe më të mëdha në zonat rurale, ku shkollat kanë hapësira shumë të mëdha të obori shkollës, dhe vetëm për një shkollë duhet 50-60.000 euro me investu për rrethim. Sepse rrethimi i lehtë i natyrës lehtë e pengon përsëri dantohet, nuk i reziston kohës. Duhet jetë me temel, me shufra, metal ose ngjajshëm, që neve na merr mjetet, në vend se të bëjmë mjete konkretizimi për shkollë, ne duhet të bëjmë rrethoja klasike, ashtu që tha burimi, rrethoja të dhunshme, të cilat i kemi. Burimi fakt, duke marrë në aspektin e vetë me mjedisin, ky i preferon gjithmonë mjedisi që t'jetë i gjelbruar dhe të bëjë rrethoja ekologjike, të cilat nëse mbillen të dendura si tilla, me kohë do ta rezistojnë. Mirë po, të na duhet ende burim një vendisim tjetër. Jo, për shkollat fillore është interesant. Po, është të vëllëgjeshme për bërë investime që da mija ershë, në rrëthime, dhe prapë qasin, dhe prapë bërë gjithë përshkulla. Nuk bërë gjithë përshkulla dhe të tjera dhe kontrolat për në përshkullin përshkullin. Në zi cilën për shkollave. Nuk është të që përshkullin efektin e vetë. Po, si të qaftë në janë sivilisë për duhet, dhe normal që të vazhdojnë të moshën. Edhe përse duhet përnohet edhe shumë ato të në sigurisë dhe jetë që të në nërërë. Në gjimnaz nuk mundot në nga s'kush, se për absolutisht as kush nuk mundot me hy me shëtime, absolutisht. Për fat mirë, ka që kemi 35 kamera me rezolucion shumë klarë, aty në bashkë. Do i pasë në edhe këtë politikare, i ki do vëndën kamera, i ki do vëndën vëzhgimin, institucionet e cilë duhet me vërpru, pse t'jenë ato prajerat fizike. Dina, për para ka qenë rrilla dhe drejtore, në më për rritin e sigurit. Para më tash ato vëhekën.
tash ti heqëm ato brilla prej papasapi. Po ka edhe tash duke me dhënë strategji që duhet të hiqen ato brilla, vetë ose në sistemet e tjera të sigurisë. Do të bëni plan që në të ardhmen mu hek apo. Këtë problemi është edhe prej që shkoj të marrë fëmi, na vetë të bëj me kushba me krejt. Kisha propozu me prejnë një bërë një iniciativë që na mësë më shku me marrë fëmi. Me prejnë, jo drejtoresha, se si ta kënë, e kina pas ka dhe në shkollë këtë temë, unë e ti e drejtoresha, unë i më shku vetë. Në pas rast, i më dalë pish pis, baba në drejtim të mundër këvetur, unë shia shka u rrave në shku vetë. Po, tash këtu... Kalume. Nëse arti është të përku fjallë e shkutimisht, pasi të bëjnë një lidhje me komunikimin mes pësindënësve dhe prindërve, përse për këtë roli të në këtë proces edukativ arsimor. Unë përreshta vetëm një çështje për aspekti sigurisë, nashta jo mana në shkollë, po edhe të saj. Një rregullor komunal për mbrojtjen e fëmijëve nga veprimet që dëmtojnë shëndetin dhe zhvillimin e tyre. Kështu ka titullin është miratu nga Asambleja Komunale vitin e kaluar. Përmban komponenta të cilat me një farë forme e mbrojnë fëmijën nga këto dukurit. U përmend shpeshherë alkooli edhe mbështetja. Vetëm inspeksioneve si drejtuesa si shërbimi policor, me qenë se kisha pas dëshirë dhe inspektoriatit, me qenë se këtu në nenin e 6 mekanizme të liqyrës, thot inspektor komunal dhe policia, ndjeni që i kanë bu këtë barë për mi, që kërkohet nga ju si mekanizma në liqyrës. Që pyetja konkreta është, a kemi hasur në ndonjë rast ku shërbet alkooli për fëmijë apo të ndërmerrni masa qoftë ose edhe jashtë mënyrës procedurale që të pajtojmë në rastet e lokaleve. E kam fjalën për lokale që janë rreth shkollave, thjesht. Edhe ato disa bastore dhe në rrugica të afër. Policia, detyra policisë në për këto lokale. Të jeri kushte zyrtarëve përkas për kryen dhe detyrave që i ka për para me leqë. Për këtë bastore, kemi pas shumë herë në kërkesin e AKT-s dhe inspektorëve të kuvenit komunal në një mekanizëm që ju krijon siguri zyrtarëve për implementimin e mbylljes dhe e mbyllë. Në Gjapon nuk ka pastore në kërësit shkollave. Ka pastore, po i kanë respektuar gjitha normativa legjore. Ka pas për mbyllë. Policia nuk kanë autorizime në bon flet paraqitje për shitje të alkoolit në inspektorat komunal. Fillimisht në ndihmën si procedurë të lokale, hotelero turistik që duhet të hapet, duhet të plotësojë ato kritere. Sa bëhet inspektimi nga ona inspektorëve komunal, unë nuk jam kompetent. Unë e kuptoj që situatë nuk Po çdo herë që kërkohet asistenca e policisë për krijimin e kushteve për punë, për inspektor nuk ka problem. Kemi qenë dhe jemi të gatshëm me u përgjigj. Është fillimisht edhe unë jam për. E kuptoj shqetësimin çdo moment. Por unë kam fëmijë prafërsisht që apo punë. Edhe unë nuk kam qef. Fëmija janë më për me përdojë të kohulli. Por realiteti janë pak më ndryshe. Sepse nuk do kontrolli, nuk më kupton që një fëmijë mund me marrë alkool vetëm të shkollës. Ka regjim të lirë shkritje të alkoholit. Kërkon në botë, në tonë, kemi shkritë, kemi lexuar, kemi parë, nuk mund një 15 vjeçar për shkëmë vjetë parë. Është mirë që nuk ka legacione ku më lidhë në të rritë jashtë edhe përdojnë alkoholit. Në me në aspektin grupor, 5-6 shokë, për një litër edhe me shkojnë në pravorë të shkolla, ku më pa në pjojnë edhe në problem, në edhe në gjonë, nuk kemi si rrahë. Që në kupton që është një menagjemi minjë i shkolla. Jam kujdeshën personeli shkollor, aty në edhe për cilë dhe aborët të shumë ato. Në
njerëzit, ka një situatë shumë marrë. Ja vërejnë me po një volontirë dhe një analizë, në ashtë në me që ne mi konë shumë një. S'di shka në kanalë, po këto probleme të s'vojtë në pikimi konë. Ku pas nërë me po drejturin, ku pas po bi drejturin. Ja të gërështë, se ju më tutë nësë më që me gërën, që në ashtë amë nësë më pa, edhe mi ka zërë prindin, edhe atërë që shtë t'ja bojë. Më jam i jonë të drogë, që do dhe marë që shemë të shpeshë, të në e rësin s'pahia. Pej gjirit e djevë që e kemi marë në gjami ujë mi marë, me jetë shumë për gjirit ujë. Edhe më të gastorët dhe njohë që më rëzumë të u preshu të ka të shumë, të s'ka qëra preshu, se ka dhe u atë në fakt. Duket që nuk jenë krejt akter të kyqën në këtë farë problemi tot, si shështim. Nuk pashtë i kyqën për indi me aftushën, nuk pashtë i kyqën. Në shra dhe shkalla respektit, më duket mund parë. Dhe shta dhe pak shme e a konsumohet pijet energjike, format energjike se për tjera alkoholike nuk guzoj me marë atë bërë, në dy institucione në të cilat është ketuar se në bufet e shkollës ka pije energjike, aksidentalisht veti kom pa dhe i kom dalu me një vendim nga drejtoria arsime në të dy institucione, pa dashme dhe nuk ka gjëra të tilla, por a kom bëhu lumtim në shkolla tjera, brenda bufeve që janë, nuk kom bëhu. Nështë mbetet diçka që momenti kur do të hapen tenderet, ankandet për hapjen bufeve në për shkolla, një prej kritereve mu evidentua dhe kjo. Alkoholike nuk jenë konsiderat, por edhe pije energjike mos lejohen që ato të konsumohen brenda institucioni shkollës. E pse jo dhe dyqanet që janë përret në orët e caktuara, ato ndalohet shqitja. Kjo nështë është një element që ne zyrtarëve inspektoratit komunal që mire me këtë drejtim, unë e burini duhet me provu me marrë diçka të tillë, me du të regu si opinione për këtu. Për shkak të peshë lokacionit, po ndodhen ato shqitore, e ka një autorizim guvern komunal që e da rrë shqite. Nuk është shumë me informuar. Në përstira shkollë, është në bullë. Rruga, cila ka nëmë të gjimnazë. Implementim. Është rrugë publike. Bazuar në peshën asaj rrugë dhe lokacionin kushtrijet, në bashkëpunim me guvernën komunal, në propozimin tonë, me miratimin e kemi kufizu lëvizjen në rrugë. Dhe që parësy që është rrugë e rëndësisë veçantë, ku ka frekventim të nxënësve. Për çfarë mund? Që ajo është publike, ka daj qasë çdo kush, ka vlerëson di kushtit, është përballë i cili mund të vlerësuar dhe me tronin e vet. Edhe për lokalet që nëse është përcaktuar me ligj, sa do të qenë distanca nga lokali i cili mirë të shitën e atë dhe në shkollë. Nashta këtë duhet tonë më mobilizuar, që ta këtërët e sigurisë, se dhe ajo kënë siguri. Në voni një volontim, e troni vlerësim konkret, në këqysh të qysh bide plesë e situatë, se e dëshirush një është që në qenë që dëshim. Që dhe një prej, i meva është për që të Përshëndetje, unë Maja Maria, nxënës të gjimnazit e Lagdushit, edhe me qenë që u përmenë se 50% ose më tej për rrezikut jenë nga qenë të ndacet. Kisha pas qetë me ditë a merren të një mos për zgjidhjen e këtij problemi. Faleminderit. Besoj Përgjigjen e kemi gra. kompetent. Vetëm në lidhje e shkurtë ditë që vitimi tani ka qenë problem shumë i madh gjithë Kosovën, jo vetëm në komunën tonë. Besoj që gjithë me vërtimin të talentëve të një që ka vjetuar masa. Një po më kompletisht ka thënë një shpëtuar në prezencën e Bujnit. Po, do më vjetë është përpitu dhe aprovu rregulloria komunale për trajtimin e qendrave të Llacet, e cila rregullore ja ka nisë të implementohet si vjetë. Po, kostoja e implementimit se rregullore është shumë e madhe. Kena kërku dhe përmes asociacionit komunave të Kosovës që të kemi mbështetje të gjitha komunat për nivelit qeveristar në realizimin e kësaj rregullore, që ende nuk e kena pas dhe presim që do të kemi ne kena planifikuar në buxhetin tonë, domethënë edhe për vitin 2016 edhe për vitin 2017
njësësit njerëzve për trajtimin e qendrave ndacak, por këto nuk janë të mjaftueshme dhe duhet të gjitha komunat paralelisht të marrin këto aktivitete, jo vetëm një komunë, sepse ne marrim i trajtojmë ata që të vinë dhe që prej komunave kryqësia dhe prapë nuk kena arritë diçka më shumë. Po ne kemi nisë edhe me shpresë që edhe komunat tjera fëmijë do të vazhdojnë. Lidhur me këtë vajt me ka dhe një punë praktike që është duke Ka zhvilluar që kjo. një zhvillu në këtë javë, është një lloj vendisimi i nxënësve të fëmijëve, pikërisht për çantën Dacak me firmën Provet, duke është kjo që E kontraktuar me komunën për komunës. Qysh do të thotë cilëmi me çantën Dacak edhe qysh faktikisht edhe Bledi na tregoi e çurin se si vjen drejt eliminimi i tyre, që është shumë në rregull, mirë po që derisa të vjen drejt ai eliminimi ty në qendrën e Drastak, më shtatë më duket shumë pak më shumë kohë. Kjo është mirë që edhe fëmijët dinë pak më shumë për çantë, edhe për mënyrën se si mund sjell, do thotë kanë marrë shkollë me çantë pikërisht veçet edhe në mënyrë praktike. Janë 2 shkolla në të cilat po pilotohet projekti. Nështë pak një formë dhe realisht, kur kemi me fëmijët moshave më të vogla është e mirë, por ne triturit kemi forma për me ikë. Njëve në të gjyëgjë që sta që Nëse të hajnë po kam regull, me në asmu së në asmuj, me në ofër po me në asmu jo. Po, shkurtimisht, kështu, është një temë që trajtohet ndër vite, është përshëndetje që të mos parë, me gjithë, për pos ka vdim të rritë në shumicën për referonë e qëllëmshëm, është një temë trajtu në ndër vite, edhe është një temë që edhe ka të rëgu rezultate, edhe prapë vetët po punu matutje në këtë trajtim, po unë ndë është me referu një elemente që është shumë specifike në si popullor. Mas pori, siguria si fenomen është një proces që lindë dhe përfundon me vetë lindje në individit dhe në tekën e time. Na i përzim disa gjona. Kretë investimet e bojmë, sigurin e lojë monësh. Kjo gabimi ndër më të rëshërinit që i bojmë në si shtetë as si shëshni. Derë sa gjithë shka fillon me siguri. Drejtorisha e përmendën dikun ta me 100 euro, unë të marrë me 100.000 euro. 100.000 euro për pjesëtor për numër në shkollave. Ka një aktivitet veror më bunë. S'ka nevoj definitivisht ato rrëfuja ato gjona më ndodhë, edhe policia dhe çdo një unë i rrinë akterën vete. E kemi një problem nëse mas 3 dite e 4 kemi një Gjakova ka më kodhë për tjohet që ka më buë në Francë, po për kretë që të në asë njoni së në gjendë një punë vullnatore minimali me buë për një shkollë. A jemi që ata që me flamurin me kilometra kemi me shpërinë plazhet e Azurit atje. Pse po i thonë qëto elemente, s'pënojnë në anën tjetër, ka strategji, ka dokumente, ka veprime konkrete, ka shemboj konkret, cilë me të vërtet kanë pru me të rëpu që për do komuniteti, individi dhe shoqënia dhe vepru këtë drejtim, po të shumë që s'kanë mungu rezultate. Neve në mungën vetësimi. Ne kemi një ndërgjegje të si shoqëni, me qëtë fakt se ne jemi shumë agresiv në disa gjonave që fundit është vishë fazë emocionale, abonja zborë një gollë një sekcionat, në anën tjetër arrojmë që kemi 360 ditë të kemi atë individ, 360 ditë jetë kemi miqu me një individ të dukun ose të pa dukun. Kështu që është një gjë që kisha një referu, që vëdisimi duhet me qenë në vazhdimësi hapë që duhet me në parcel të në fushat ku në vërprojë. Qoftë në shëshëjtë civile, qoftë në punën që për policia drejt për drejt me avancimet të të në punë në komunitet, qoftë shkollat. S'pe përmene të se bërot e da shemë dhe bollë, kom rast e tila është për të merë, në 50 metra me hi me kërë në shkollën e Lumërina, veç besoj këni po s'pe të cekë, po? është rrugica që qesin ato fëmijët e klasës sport që qesin, jo, atë që shë puna, nëllet, se unë i ditë e thash njënet e kam i gjithë vogël, mashallah, thash i e marrën edhe mos i kërkush mas me. Po, ideja është, ku më shkojmë me të ndërgjegjet tonë. Edhe thjesht është vedia të në mundu. Vedia edhe që morali patriotik i oni me pas mu këthy pak e në edukat ma konkrete, qytetore shumë ma përpora kishën. Faleminderit brat. Për me ndërlirë, ndashta me një pyetje pak shumë çdo 3-4 tema që diskutojmë
di që një parë, tash do që kolektivisht institucionet i kemi këtu si institucionet lokale, policine, shkollat, një por me folë që parimisht 50% gjithë kësaj varet fillimisht të familja. Të familja si gjithë ne si kemi në përgjithësi në edukimin e rritjen e gjeneratave të reja, e fëmijëve tonë, apo të mjaft, kështu pyetje konkrete, a ka kanale të mirëfillt të komunikimit drejt mes familjes dhe shkollës, institucionet një që janë ndjeve të rregullt të prindërve, të këshilave të prindërve. Mirë po, me ndërlidh, pak me ato që ka aparati, gjithçka është rregull nëse ne lidhemi edhe si sot këtu si grup, mirë po gjithë jemi konformistë, nuk është të përgjoj, njëri foni fjalë gjithë pajtohen. Ja të bëjmë para të një tjetrit. Qashtu, vazhdojmë të pajtohemi të në anë tjetër, mungon një ndjenjë e përgjithshme e mendimit kritik, se fundit nuk akuzojmë ose nuk na lejohet të marrë të gjëra personalisht. Jemi të trajtojmë tema ku secili kemi pozicionin tonë. A ka kanale të komunikimit mirëfillt në sistemin aktual të shkollimit, përveç mirë të prindërve, edhe apo mjaft që me nxit në mendimin kritik mes komunitetit të prindërve dhe shkollës. Ose folje për të kontest të shkolla. Ne apo shumë të etik për dytet më radh për vdekjen e një fëmijë të prezant. Folje të kohë Departamenti i Kulturës, jo Ministria e Kulturës, jo Drejtoria për Organizim. Asnjëri nuk ka këtë fajin e viktima më. Jo, edhe akuzu familje. Po, akuzu familja, që të largu, po du më thonë, pazun që të situatën e që to po në thirë në vëndije, sot në një të rritë vëndije, në qëto fush, në zonëzat në shkollë, ta jemë cekën për gjimnazë, mujnë me njësë fushata që nuk kërkojnë mjetët të mdoja, materialet të mdoja. Mundën në qëto shkollë më ndodhë, nëse arrimi pështu pakën që dojnë 10 me largu për një rëziki që mujnë mu balafat shumë me kretë ato shpekën, çdo njoni është një vepër shumë e madhe në tërme. Por, ma madhe gjë që metët dhe tira. Ajo që nuk jere tha ma herë, dikur e këme kohës po sot se kemi, a me atër, me qepa, me dhut, nuk dhe tires mirë ke kone ratë. Kolla dhe shëmbo i tjerë, unë e këmë po, këto është ka fotogire me një projekt tjetër që kemi në Malin e Zi, unë e këmë vrejtë që atje ka loka me një sistem, ne jemi shumë demokratik si shështni, jemi shumë atë avancum me ligje me shumë gjana të tjera, po për me keq atje drejtori për delën në shkollë, atje nuk ka as aje minoritet, as aje shumic, as aje mazhërancë, aje thëtë këto shkollë. Ka met kultura e shkollës. Edhe nuk ka të lësh aty, me të thirë prindin me të përreshtu automatikisht. Po, desha më të lidhët në ashtë me Beratën, dhe me të vjerën, kur tha që qëse mësusi ishin pa, mësusi kishka të balës, dhe shka kishtë dohë mas në i paba, nuk kishka vajtë. Këtu kemi në ashtë një problem. Kemi, në thotë, në ashtë dhe prind, që i thonë fëmiz vetë t'i bëne reje, edhe s'ka kushtë me të prejtë sepse ligji është në anën tonë. Kemi raste që ndodhë dhe kjo. Do të thotë, pse më ndodhë kjo, dhe pse ndodhë kjo, në është e mundjesa e bashkë bisedimit mes heci, mësusës, prindit. Po në këtë rast prindi gjithmonë mendon që ka marrë është të drejtë. Kjo është në shta problematike. Sa prindi sarë me thonë që thotë fëmija jam është drejtë, unë e kam drejtë dhe s'ka më. Jo kemi ke. Këtu është një qashtë. A mund të qenë një pyetje të përshkollë faj, ndoshta që na gjithë jemi pjesë të komunitetit, që kemi përdu për në pashku, që kemi moshë pas luftën. Neve në kujtohet që vitet e para pas luftës, nxënësit të shkollës nuk kanë pas nivel të sancionimit duhur, që duhet me qenë si mas ligjit, jo larga e saj në ndëshkim, mirë po edhe nuk ka pas rasti ku kanë ngjerë një klasë për shkak. Pse se sa një nga pi luftës tash, kemi direktor të tjerë, edhe kanë shkuar për të 2-3 vjet. Ligji italian, një deri 5 të obligon fëmijën me përcjell, jo me përsërit klasën. Raste ka kur vetëm prindi me vetë dëshirë ose tani jo me vetë dëshirë, kur mësuesi arrit me bind prindin se ai fëmijë duhet me përsërit klasën. Në të kundërtën, mësuesja thuhet në udhëzime administrative për 5 vite duhet jetë ajo aq e zonja sa një fëmijë i cili është mentalisht mirë të mësoj shkrim dhe lexim deri në klasën e 5. Ka kohë. Por sa do shkon me plan, aty mali ndodhen ato pasoja.
Por që kjo gjë me u fuqizu dukshë më mirë ka forma të ndryshme të komunikimit. Duke filluar nga komunikimi verbal që e bën, takime të rastishme, telefonata, e-maila, forma nga më të ndryshme. Në grupe nënat tona kanë 10-15 shoqe, 15 shok familjar. Pse se bëjnë grupin që ta valma ose dikush e përmendi grup me shokë shoqe me prindrit e klasës. Kam filluar gjëra të tilla më u bë. Dhe aty ka mundësi me e ditë edhe për fëmijën tim, por edhe për fëmijën e drejmit të valmës. Sepse qarkullon për të gjithë dhe e di cili fëmijë ka qenë më problematik. E që me dash me tonë gjyre edhe më të mirë të debati, mund të kërkoja nga organizatori që takimin e radhës ta kishim me kryetarët e këshillave drejtues të shkollave, dhe fillore dhe të mesme. Kryetarët të zgjedhur në mënyrë të mirëfill, jo me bryla të dikujt se duhet me shku dikun. Por le të jetë të shkolla unë do ta marr prapë përsipër, që në shtatorë andet kemi këshilla funksional, e shtatorë andet të bëjmë takim me kryetarët e këshillave drejtues shkollës që janë të mirëfill të zgjedhur me votën e prindërve të tjerë, si të tilla ata do të provojmë mandej marrin opinionin nga këto dhe si të tilla t'i kthejmë rrapa në bazë, në shkolla deri në pjesën më tim deri te klasa, te këshilla drejtues që kanë në nivel të klasës. Jemi duke biseduar për problemet. Unë mendoj se duhet shumë tepër edhe ju, edhe gjithë ne të fokusohemi. Problemet zgjidhen në partneritet. Problemi më i madh i joni vetë neve është që gjithë unë tham, unë jam drejtor, skuzar kërkush ma lutë se unë jam drejtor. Profesori thotë, unë jam profesor për leonën time dhe nuk ka kush që mundet me ashtu. Vjen atë një tjetër, thotë unë jam rreth gjoksin, unë jam fëmijën tim skuzat skiqar pa më regjistruar, që kemi tash është problemi më i madh i regjistrime, e që për mua sinqerisht jo tham unë dal me trans, por me ashtu edhe gjithmonë unë. Kryesore për mua është edhe në të tjetë që ta kemi një bashkëpunim shumë më të madh. Mungesa e bashkëpunimit, mungesa e komunikimit, i shkakton gjithë ato probleme. Prandaj, po them edhe një herë si fokus është zgjidhja e problemeve në partneritet. Faleminderit. Partneritet duke zbatu kritere. Kritere si për mua, si për ty. Ato janë. Atë para tjere do të ishim shumë ballhapur. Di që shkollat e mesme janë sfide më të madhe. Janë diku në rreth 1500 vende për shkollat e mesme, kemi rreth 1700 filloresë që kanë përfunduar shkollat fillore. Të gjithë transpirojnë tani gjimnazin, jo të gjithë e meritojnë, sepse është suksesi, janë kritere të tjera. Prindi vjen bën presion në ditën e fundit kur është regjistrim ose publikohet, e për 9 vite nuk është lodhur me ditë as kë e ka kujdestar, atë cilën klasë ka pas fëmiuna, çfarë nota ka pas, por dhe çdo kusht e don që në gjimnaz ta sistemojnë. Ka investuar fuqinë Diçka ke plotsu, çka ndodhi me që po merrni rastin e Prizrenit. Po nëse më ndodh rasti i Prizrenit. Apeloj të të gjithë çka të duhet të vërtetë. Ekziston baza ligjore që është rregulluara komunale për heqjen e ndërkesave objekte dhe nga rrezikshmërinë nën, po për më cilësuar se objekte rrezikshmërisë nën, atje do të kërkesa prej komunitetit, detyrisë së inspektoratit, detyria e inspektoratit përmes inspektorave dhe komisionit përkatës e vlerëson rrezikshmërinë e atij objekti edhe mandatin vendos komuna për rënimin, trashëgimin apo heqjen e asaj pengese. Prandaj do mos hezitoni me bë kërkesa në drejtorinë e inspektoratit kur është një këtë rast. Shembull, ne shohni rast shumë për shkollave për balla e shkollës Mustafa Patia, është gropa e qenë aty një objekti privat që e patnis më ndërtuar dhe nuk për fat edhe s'ka ndodhur aty, po është një element i rrezikshmërisë. Tjetër është objekti pranë gjimnazit që ka meti pa renum, që nga vjet patëm me renum, pjesë më madhe të objekteve, ka mbetur edhe një objekt aty i pa renum, edhe ajo mund të konsiderohet si domosdoshmë rrezikshmërisë. Po çfarë do të keni domosdoshmë është procedura legale, bëhet kërkesa te drejtoria e inspektoratit, bëhet komisioni që bën vlerësimin edhe në momentin e rënimin e këtyre mirë dhe dhënimi për ne. Faleminderit.
Burimi që dhe shka mas jemi të burim. Edhe Talmonja, për shembull, është objekt tash milion masdore, edhe pushiet që ka hyrje dhe dalit njerëzve që duke si kisha. Prandaj tregoni është procedurë. Sare kemi dëgju që është E kemi lajmu polici. kemi lajmu, mirë po që thjesht me qenë, s'paku me qenë tash që ato është fritë dhe bare, është dhe po që është një ambient të irritantshëm, edhe me pa më sy. Mirë po që përshirë që ka dhe levizit njerëzve që Pa dëshiruar. nashta edhe ftoj dhe të vjenë që s'paku patrulloj ma shumë në ato, sidomos natën, patrulloj ma shumë natë dhe hapësi. Kamerat e familjeve që janë përreth tregojnë se ka lëvizje të pa koordinuar. Kamera e shkollës po ashtu, por asnjëherë me pas guximin si qytetar me dalë dhe më përballë me ta. Njëjtë ka familjen e prindërve të mi, të cilët kamerë e shohin lëvizje e orëve të vona, me drita, stacionimi të tyre, njëjtë ka raportu dhe valma, sidomos në orët e hershme të mëngjesit, kur punëtori, fokisti e ka vrejt dhe ka ndajt i heshtur sepse s'ka pas siguri se mund të përraziku dhe vetë jetë ati. Edhe në qendër qytetit. Ky objekt funksionon këtu dikush e ka. Është dikush ka. Po, kultura. Edhe kompetent për atë objektin ata. Që në të parë në një rast raportu që është kriu me i tamë. Ose njerëz ka që lëvizje. A shkon dikush të inspektu gjenën faktike të ati objekti nga fundë të vendi komunal. Shkojnë me i vu dryr, sa herë që ka. Nuk mjafton mjaftu dryrin. Nëse të jetë nën drynin aty, dhe drynin është detyrë, automatikisht kemë bërë në nivel profesional, për shmokirë policia, që pavarësisht i domit që është 5 euro. Që ka peshën edhe, nuk ka lidhje pëse është një dryr. Ka lidhje qëllimi pëse është një dryr. Për aty fillon veprimi policor, se të mujë munduru 2.000 dryna me najtja 4.000 njerëz qëllim keq, po derisa nuk raportohet që që e kryo ka thehet, ne nuk marrëm e veprim. Është provën, qasë janë provën nuk ka procedurë, është të lashë pavarësisht në provën kuvendet komunal. Shtë që në s'kemi patën, është mirë të më hamonë do të njërë të reportë, lidhur me levizjen e njerëzve që se aty nuk ka banorë. Nëse dikush lëviz mbrana që asë problem me siguri për para që ka jetë në të kane që të një. Ose përdorët për aktivitetit tjera kriminale, do të vizitohet të vjetë shumë më shumë. Por, të vendi komunale, kanë kërkesë së adekuat të vendi komunale. Në shkumen që kanë inspektim aty, edhe me raportot në shkumen që të është të dërënjë, është shfrizu që këtë ka të në moment që është të dërënjë, dhe në shfrizu lokacioni, atëre ka në problemin policor. Kemi një problem. Qytetarët e lypin të në herë me lamin e sigurisë polici. Po janë do gjona që nuk binë kompetencë do, nuk janë do të. Bjen rast për s'kerej kanalizimi e shtu i hinë shpët e groha dhe mërë këse më kam hinë kanalizimi shtu rohë në falë për e këtë bimë adresën për ata ju si një drejqë të s'kanë gjaka shajtë dhe iska qa që ka të të së domine mirë në kanalizim. Edhe këtu pa pas një edhe atë rast një prezerimi të këmë këshyrë në përmet një. Aty ka fajtorë. Ka, s'kretë. Ajë me kërë rast pa fajtorë. Është pesha humbjes qytetarit. Unë e këmë përjetuve për shkak profesionit. Çdo jetë është të shenjë. Ka fajtorë, të nërë ka fajtorë. Ne humbjes qytetarë, më shku më badave shumë në viktimën, për janë njerëz të parë që shpërnden ngjarjet. Unë uroj që kur mos u marrë me ato fartema, se janë shumë të unë. Është një gjellë shumë të keqë. Sa është fëmijë e dikuj, a është baba e dikuj, a është nona e dikuj, pavarësisht që është të lashë. Do më se më në që në qenë siguria një vetë, në qytetit të për shtenë kërqes. Dëshira edhe ju është në qenë shumë një të ose shkëqyshëm në aspektin e sigurisë. Po pa unë lidhe tonë akterë, që mirën në sigurit, nuk më një.
që aty të fillon me pas dhe sulmi. Kur se këtë kohën i mirë, kur në ndodhet i sheqe është keqë. E është të të keqë. Kur mu ndodhe keqë, atëherë unë në bjellëroj. Kjo është keqë. Dhe tonë, mu mobilizu për në keqë. Të shkollat është një dukëri shumë mirë në Gjakovë, krasim e tjera shkolla. Mu i me manë. Kemë vend edhe anglisht e comparing to what, me krasu e dim që në nëzit. E dim atërë, e dim para disa vik, e dim sa o shërë, o shërësi. Fëmijë e janë, ka qepë që të gjimnazit. Ja thamë shumë përgjësi, kur s'u shku më të. Fëmijë e nuk e mëritaj më shku gjimnazit. S'kam ndërët në akord në shështin, për mu në kondi kon tjetër shumë për se në këshin bome që të bëjmë të kanë. Për dhe për meritar në bëqe, që e teknikës s'ka dohë, s'ka kohë në tepër, në qa që ka tepër pasë. Edhe përba, mu si për më shku një kriju ti problem është të pahutim. Në me që nështë në më registru, mu së një kry shkollën, a i së është i gachëm, këtu e në telashe. Atëherë, automatikisht deshtë në kretë këto probleme për kyqet edhe sigurimja. Se për vjetit e konflikt, për vjetit e x probleme. Shtë mirë si që është një mundu mobilizu në keqës edhe mu sensibilizu për me ditë si shka në buktat sigurimja. Një për shëta, një tjera për shëta, përse që i probleme në një në shpok. Ashtë e një në kanë fundë. Po, jemi në një propozim që në kjerë rodës mu trajtu ma shumë delinkuenca e siguria e fëmijëve ma shumë në komunikacion. Pjesa kur fëmijët janë ata që dalin me makina ose me mjetë të ndryshme motorike. Si do edhe veçar. Prej 30-40 raste që i një 90% janë shumica që janë dalë pa patent ose pa përse që nështë e shkoni tërë rëndësishme më trajtu? Pa tjetër. Një po që të në kreksin dhe të komunikimin të shështinës për familjarë. Me shkolla, me përndër, me... Falenderit nëse nuk ka dhe në ndërë tjetër nëse më dokumentu i pësha vendru gjithve për kohën për kontributin e juj, me komentit dhe me ekspertizin e juj, për sajt e akon rekomandime dhe konfuzave, si që dini dhe do të transmitohet edhe në përmes YouTube-it i gjithë kjo sesioni sotën e qëka të frezet. Edhe një kësisht do të publikojmë edhe konkluzat dhe rekomandimet. Une vetëm shumë në vija trashe kësha përmenë si mendimi për bashkët, dhe thot, duke njës prej komenteve të artit në vëdim që frekancë që të prejnë të arsentuar dhe në zënës, duhet të ketë komunikim dhe një bashkëpunim më mirë, në këtë strukturë, po ashtu edhe të rritit vedisimi për përgjithësi në dajnë zënësve për sajtë akoni. Se të anëzve si në ciklin e ujtë ashtu në ciklin e jartë. Një kosisht, mendoj që një konsensus i gjithve ishte edhe nevoja që të përmirësohet komunikimi i ndërsjell i gjithë akterëve që janë përgjegjësi për sigurinë, duke përfshirë institucionet, policinë, menaxhimentin e shkollave, mirë po dhe këshillet e prindërve. Edhe një kosisht nxotohemi që bashkërisht me drejtorinë që takimin e radhës ta zhvillojmë kur me fillimin e vitit të ri shkollor, bashkë me kryetarët e këshillave drejtues të shkollave. Duke shpresuar që të kemi një përfshirje edhe më të gjatë dhe një trajtim të problemeve dhe natyrave të tjera. Faleminderit.